Jona kisha bërë një hyrje, isha përgatitur për hyrjen e programit, por sot para se të vija, po lyesha te Suela, siç lyem para programit. Dhe Grimierja Lira po më pyeste se për çfarë është emisioni sot, unë i thash është për vdekjen. Dhe më tha, ua, tha, qa guximi. I thash, pse? Po tha, si mund bësh një program të kushtuar vdekjes, thash ky guximi i madh. Dhe ndërkohë edhe hyrja ime ishte pikërisht rreth kësaj gjëje, që çfarë frikë kemi ne nga vdekja. Kur ta mendosh, është gjëja më e sigurt në botë. Në qoftë se ka një gjë 100% të sigurt, është vdekja. Si shpëtojmë dot askush. Është e pashmangshme. Procesi më natyral që mund të ndodhë, edhe të dhe gjithë. prapë e shmangim. Nuk duam të flasim për të. Pse kemi kaq frikë vdekjen? Është e panjohur, ka një mungesë, le themi, ku ne nuk kemi kontroll aty, mungesë kontrolli, dhe duke qenë e tillë që nuk mund ta kontrollojmë, fillon edhe rritet më shumë ankthi për të. Po janë dhe situatat që njerëzit mund kalojnë gjatë jetës së tyre që e bëjnë ta kenë frikë. Disa e suportojnë më mirë, le të themi, disa të tjerë ngecin aty në dhimbje gjatë gjithë jetës së tyre. Kështu që ka një lloj mekanizmi përballues që është i ndryshëm tek secili prej nesh. Dhe krijon frikë në vetvete, është e frikshme. Dhe duhet ta pranojmë që është e frikshme, është e tillë. Është e çuditshme, domethënë janë dy dukuri, lindja dhe vdekja. Dhe po të thuash sot do flasim për lindjet, dhe mendon bebet vogla, të lezetshme. Është e njëjta gjë, sot do flasim për vdekjen, direkt shkojmë mendjet e varrezat. Dhe ne jemi aq afër varrezave, e kemi aty dëshmin. Ne të gjithë do vdesim. Edhe pa qenë me varreza, dhe prap ne i trëmbemi shumë. Edhe gjithë jeta jon, po lexoja se ishte libri i Alomit, që më pëlqen shumë. Edhe është, si thua, që gjithë jeta jon është për të shtyr frika e vdekjes, frika për të shtyr vdekjen. Çdo gjë, domethënë, deri te rregullimi i flokëve, frika moshës, se këto të tëra detajet është gjitha. Na shoqëron në çdo moment. Në çdo moment jemi në kontakt me të, po ne, domethënë, në një farë mënyre e kemi shtypur që të mos përballemi. Dhe kur vjen momenti që na përball me humbjet, aty pastaj fillon edhe na shkund mirë ato themelet e sigurisë që kemi ndërtuar, edhe aty fillon pastaj përjetimi, ose siç e tham, ngec, ose superon. Ne në fakt këtë program sot vërtet je kemi kushtuar vdekjes, por më shumë fazës së zis. Dhe bashkë me Jonën diskutuam shumë, dhe Jona në fakt ishte para që propozoi këtë temë, sepse edhe ka qenë brenda me terapit, edhe her pas here mendojmë që edhe koncepti nuk është se ne do ndryshojmë mendjet e njerëzve, apo do t'i bëjmë ata të kenë më pak dhimbje, sepse dhimbja është një proces shumë natyral dhe duhet të jetë mbas vdekjes, mbas humbjes së të dashurve, por nuk donin, pavarësisht se historitë janë të rënda, sepse lidhen me gjëra shumë shpirtërore, me humbje, deri dhe humbje ne i quajmë jo natyrale, humbje fëmijësh. Megjithatë ne donim që të mos ishte një maraton lotësh, por të ishte diçka që të jetë edhe frymëzuese, edhe njerëzit të mësojnë. Ndoshta dikush është, jo ndoshta, po patjetër që dikush është tani në zi. Patjetër që dikush është në zi, sepse në çdo minutë nuk e di sa statistika vdesin njerëz dhe lindin. Kështu që edhe ata që janë në zi, ose ata që janë në një zi të shkurtër, apo ata që janë në një zi shumë akoma më të vështirë, se pas ka dy zi, zia që justifikohet dhe zia pastaj që kalon në problematike komplikuar, apo. Ata të paktën ndoshta mund të marrin diçka edhe nëpërmjet historive ose të gjejnë veten. Kemi shumë histori sot, madje njëra në fund u tërhoq sepse e kishte historinë shumë të vështirë, e kishte të rëndë, kishte 3 humbje, ajo ishte gati për të humbur jetën në maternitet, dhe paralelisht pastaj humbi edhe 2 njerëz të tjerë të dashur të familjes, u po jap shumë detaje, dhe tha e kam shumë të rëndë, e kam shumë të vështirë këtë gjë. Por ne do ta fillojmë në fakt me një lidhje Skype, me një nga historitë që ka tronditur Shqipërinë. E tronditi shumë, gati 6 muaj më parë, të gjithë mbajtëm zi, ngushëlluam, u revoltuam, madje dhe protestuam për vrasjen tragjike të Martin Canit, 14 vjeçarit, i cili u godit nga një moshatari tim e thik, pranë shkollës Fanoli. Ishte një ngjarje që na ka lënë, nuk e di, na lënë një dëshpërim të thellë, jo vetëm për faktin e humbjes së djalit, por edhe për çka po ndodh përreth nesh. Unë kam në lidhje Florinën. Florina, më dëgjon? Po. Si ke qenë këto kohë? Me thënë drejtën, shumë dhimbje, e papërshkrueshme. Nuk kam fjalë, domethënë jam tepër e ngarkuar.
Po bashkëshorti si po e mban se burrat ndoshta kanë një përjetim tjetër. Me thënë drejtën më është dashmu që ta mbledh familjen si bashortin edhe djalin e vogël Henrin. Do bëhem e fortë sepse kam një figurë, do të thënë, tepër të rëndësishme në familje, kështu që duhet bëj punët, kujdesem për djalin, për veten, për bashortin. Edhe është plus dhimbja që është prezent çdo moment. E kuptojmë, është edhe për mua shumë e vështirë bëj të intervistë sepse edhe kur po ndërtoja pyetjet, thash çfarë të them. Po çuni i vogël e kupton? E ka kuptuar gjithë situatën? Po tani po, se u bën për 5 muaj edhe ka kuptuar, do të thonë që Martini nuk kthehet më, se ne e kemi sqaruar Henri që një që ikën në qiell është e Zotit dhe nuk kthehet më këtu. Florina, Po. Patjetër që duhet të përpiqesh ose të bësh sikur të mbledhësh veten, se tani nuk je në fazën që ta mbledhësh totalisht. E ndoshta do jetë e vështirë për gjithë jetën tënde, por javët e para siç na ke rrëfyer ke qenë një gjendje shoku. Doja të kuptoja më shumë të pjesën e pas ngjarjes. Sa të zgjati ajo pjesë? Me thënë drejtën ka qenë gati një muaj, do të thonë nga dita që ndodhi, edhe dera ditë që nga dalë në protestë. Ishte e para e papërshkrueshme ajo që të ndodhi, por ajo mori një përmas shumë të madhe sepse u bë një çështje e gjithë Shqipërisë. Ndoshta edhe më tuti, edhe e shqiptarëve jashtë. Kështu që momentet e para, ditët e para, të paktën ke qenë edhe në dramë, edhe në shok, por gjithashtu edhe rrethuar nga shumë zhurma, shumë njerëz. Po kur aq qetësia, si ishte për ty? Atëherë ishte edhe më dhimbshur sepse do përballoja vetme se asaj kohe kisha njerëzit afër edhe më bashku në gjithë Shqipëria dhe gjeta forcë. Gjithsesi këtë po thoya pak më parë se unë për një muaj kam qenë shoku dhe nuk kam qenë aftë që flas. Kurse tani kam vendosur që të flas, ta ngrej zërin. Drejtësinë kërkoj, se ato fëmijë ishin dhe ne kemi dhënë mesazhe që ditën e parë, mesazhe pozitive se ne e kishim dhimbjen përbashkët, por kur njëra palë reflektohet dhe tjetra nuk kërkon as falje edhe këtu revoltohesh. Pala tjetër vazhdo nuk ka kërkuar falje? Jo, akoma, tani është tepër vonë për 5 muaj. S'ka bërë asnjë lloj tentative, zero. Jo, kur jemi takuar dhe te salla e gjyqit, nuk ka kërkuar falje. Unë të admiroj realisht për forcën që ke gjetur për të marrë me këtë çështje. Si arrite në këtë pikë që ta gjesh të forcë brenda kaq pak muajve? Arrita ta gjej, domethënë nëpërmjet Henrit, sepse unë kam luftuar për të dy djemtë dhe e kam rritur me shumë përkushtim dhe dashuri edhe domethënë nuk dua që fëmijët e gjithë shqiptarët e gjithë botës domethënë të shkojnë në një tragjedi si puna e Martinit, sepse Martini nuk kthehet më, po kemi disa shëtime apo disa mesazhe pozitive për fëmijët që të mbrohen edhe mos jenë viktime fatit. Kjo është për t'u lavdëruar dhe realisht për t'u vlerësuar. Ndoshta është një mënyrë e mirë që ti, si thua, të shpëtosh kokën në një lloj mënyre, duke u përqendruar te kjo nisëm, te kjo gjë dhe uroj që të ecë sa më mirë dhe do të kesh edhe mbështetjen tonë për çfarëdo lloj gjëje që të duash. Faleminderit. Çfarë janë disa kujtime që të vinë më shumë në mendje? Janë kujtime në shtëpi? Ç'a lloj kujtimesh? Gjitha kujtimet i kam memorie dhe do jenë në mua gjithë jetës. Martini ishte shumë i qeshur, gazmor, i pozitive, i mbar, i kishte gjitha të mirat. Është dhe një fenomen që ndodhet, ndoshta shumë njerëzve gjatë zis, ka pasur momente natën që ke pasur ëndra ose e ke parë ose ke folur me të? Po, kam pasur ëndra dhe do të tregoj një, po është e shkurtër, domethënë. Po ta them, je vetja që po ta them, me thënë drejtën. Martinin e pash në ëndër dhe mu afru, po shumë i bukur. E thash, o Martin, po s'e le mamin, edhe fillova të shah.
Tha, pse po shan, tha, unë jam shumë mirë. Edhe unë tha kam bërë një tatuazh, tha çfarë ke bërë, tha ke krahu. I tha çfarë ke shkruajt, tha kam shkruajt o ba, o mam. Ashtu si u thriste, o ba o ma. Po, e kishte shkruajt bërë tatuazh te krahu, edhe u largu, domethënë kaq ishte. Edhe e kujtoja gjatë natës ëndrrën që ta kujtoj mesazhin çfarë kishte shkruajt te krahu, edhe më tha kam shkruajt o ba, o mam. Të dha do jo ndjesie të mirë kur u zgjove në mëngjes? Po, ma dha ndjesinë shumë të mirë edhe po më dha dhe forcë. Netët i ketë vështira? Patjetër, si kanë vështira, nuk diskutohet kjo pjesë, po mundohem edhe me Henrin, ja t'i lexoj diçka, po bisedoj me Henrin, edhe kjo është domethënë dita që unë punoj edhe me Henrin, lëviz pak edhe tek shtëpia, sepse shtëpinë e kemi fshat këtu në Sauk edhe kam edhe Baçën. Ja, kështu e mush ditën, shkoj edhe nga Martini, kjo është dita që e mbush. Për mua është intervista më e vështirë që unë kam bërë ndonjëherë, se mbezi po gjej fjalë, po fakti që ne u lidhëm bashkë është sepse ti dëshiron që mesazhet tua dhe lufta jote të jetë në media, por nga ana tjetër ti po më ndihmon edhe mua dhe ndoshta edhe njerëz të tjerë jashtëzakonisht me këtë forcën që ke gjetur. Faleminderit. Jona, Përmendet pak më herët që shkoni dhe tek Martini. Domethënë bëni shpesh të ritualin që shkoni e vizitoni? Herën 2 ditë, 3 ditë po shkoj edhe flas aty me Martinin, rri nes që ri. Të ndihmon në moment? Patjetër. Si del kur e përfundon atë momentin tënd të folurit? Unë lutem te aty te Martini. Lutem, çdo ditë që shkoj. Edhe çuditërisht më plotësohen gjitha ato që unë i kërkoj aty. Mund të ndash diçka? Nëse për ty është okay. Po, kur shkoj te Martini, lutem për Henrin, edhe Henri është ka një kthes tepër të jashtëzakonshme. Është shumë mirë. Si ka qenë përpara dhe si është tani? Domethënë një kthes Henri ka ardhur me vështirësinë të folur dhe unë kur shkoj atje lutem çdo herë, edhe Henri është shumë më mirë, tepër mirë. Edhe kjo më forcon çdo ditë. Kam një pyetje. Përballja jote thashë që përballje shumë e vështira dhe nuk do të askush ta kishte, por përballjes ato të vështira janë na japin edhe ca leksione, mësojmë ca gjëra, kuptojmë ca gjëra. Ka diçka që ke kuptuar gjatë kësaj kohe? Kam kuptuar shumë, domethënë njeriu duhet të jetojë forcë edhe të jap mesazhe pozitive, të jetë ide për shoqërinë, për njerëzit, domethënë, edhe të jetë sa më pozitiv, mos të mendojnë gjëra, domethënë, sepse koha ikën shumë shpejt. Ti vete njeh këtë forcë që ke? Gjithmonë kam qenë luftarake, nuk është se kam qenë, domethënë, natyrë shumë e urtë. Kam qenë luftarake, nuk është se kam qenë, domethënë, natyrë edhe e brisht, nuk diskutohet, por tani jam bërë edhe më. Tani e bërë edhe më fort. Po. Tani për momentin jeni të gomarr me ligjin, apo jo? Po, patjetër. Kërkoj drejtësi edhe domethënë të marr vitet ashtu sikur të jetë e lishme. Në rregull, ky ta marr dënimin fëmia, por edhe prindi besoj duhet ta ketë një zgjobë. Do të frenohen këto fëmijë, mos ta bëjnë domethënë me ja marr jetën tjetrit pa drejtë. Dhe thot kush është kjo që i thot to po. Unë dhem zemra sot, dhem shpirti për fëmijën edhe unë du që fëmijët e tjerë të mbrohen. Gjatë kësaj kohe që je marrë dhe ke qenë aktive dhe me këtë çështje, a ke kërkuar të paktën online, ke folur, ke gjetur ndoshta edhe pak qetësi tek njerëz të tjerë që kanë kaluar të njëjtën, pak a shumë të njëjtën dramë, humbjen e fëmijëve? Jo, me thënë drejtën jo, unë po merrem shumë me veten edhe po shkruaj edhe një libër. Edhe nuk është se marr shumë, domethënë, me historitë e nënave të tjera. Unë Florina të falenderoj dhe Faleminderit. Uroj që procesi dhe ti të marrësh çfarë meriton, të drejtën tënde. Dhe realisht dhe të gjithë e kërkojmë, unë jam vetë kam një vajzë 15 vjeç dhe një tjetër 13 vjeç, jam vetë nën adoleshentësh dhe padyshim që ne kërkojmë një ambient më të sigurt,
Dhe padyshim që është e tmerrshme, është e padrejtë është që të shkosh në shkollë apo të lësh fëmijën poshtë pallatit dhe mos vi më. Ne nuk duhet jetojmë në këtë terror dhe në këtë frikë. Mua më vjen shumë mirë që ti ke gjetur në këto kohë zie, që mendoj që është një zi që në një lloj mënyre do të përkthehet në shumë forma, apo do të jetë një zi që do të zgjas gjithë jetën. Zia një nëne për fëmijën e vet. Por në këtë kohë zie ti ke gjetur apo jo, Jona ka gjetur një forcë dhe fakti që edhe po shkruan një libër, një mënyrë një terapi që po i vën vetes. Më pëlqeu dhe fakti që ti thua nuk po gjej grupe të tjera, po kjo është terapia jote për të luftuar për drejtën, për të vënë drejtën e çunit, gjithashtu për të frymëzuar dhe të tjerë, por gjithashtu edhe si thua për të folur, pra ky libër mund të jetë një lloj ditari që e përdor. Edhe më vjen mirë dhe nga ana tjetër më vjen dhe keq se je grua dhe duhet mbash dhe balancat e shtëpisë, dhe këto janë dhe gjërat që ne i marrim me vete si gra që në lindje. Por ne kemi vendosur një titull ëndra vazhdon, sepse Martini nuk jeton më, por ne kemi hapur një poshtë një muzeum dhe aty kanë me kujtimet e Martinit të gjallë, domethënë. Edhe kjo na ngushëllon pak. Florina, më kujtove dhe një shprehje me cilën do ta mbyll, po lexoja një libër që ishte një libër që unë kur ta shohësh programin do shohësh edhe atë libër dhe ndoshta e lexon dhe ishte shumë interesante edhe për të gjithë të përballjen me humbjen. Dhe ishte më pëlqeu një efekt që thuaj efekti i ke parasysh kur hedh guri në det dhe bëjnë ato rrathët në ujë? Po, efekti valëzimit. Efekti valëzimit. Dhe thoshte që edhe kur njeriu ikën nga jeta, efekti që ka lënë tek të tjerët vazhdon edhe përjetësohet dhe është gjithmonë i pavdekshëm. Kështu që dhe fakti kur thua dhe Martini dhe muzeu dhe dashurinë që ka lënë tek vllai, atë çfarë ka lënë tek shokët e sportit, atë çfarë late të gjithë neve, humbja e tij është edhe ajo një lloj jete tjetër. Nuk është ajo formë jete që ti do doje si nën ta kishe dhe ne të tërë urojmë që ta kenë fëmijët tanë sa më gjatë, por është dhe kjo një formë përjetësimi nëpërmjet pra ndikimit tij tek të tjerët. Unë të falenderoj shumë Florina dhe të uroj më të mirën. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim. Faleminderit. Unë nuk kam pasur një problem të bëj pyetje drejt për drejta edhe kur njerëzit janë në situata të vështira, por kjo ishte shumë më orgoja gjithkohës, nuk kisha shumë të vështirë si të futesha në historinë e Zis. Sepse në një moment Florina po fliste edhe për luftën e saj dhe ishte shumë e artikuluar për atë pjesë sepse kishte përqendrimin tek ajo çfarë do bënte tashmë në vazhdim, pra për të vendosur drejtësi për djalin e saj, dhe ndërkohë që unë isha kurioze duke qenë se edhe programi dedikohet pjesës së Zis. Isha kurioze që të flisja për Zinë, ta çoja te Zia dhe ishte shumë e vështirë. Është moment i sikletshëm edhe për vetë psikologun kur gjendet në momente të tilla. Se humbja e fëmijës është një nga humbjet më të vështira. Për ta që mund të ndodhë, edhe mund themi që mund të kalohet më e vështirë nga gjithë humbjet që mund të ndodhin në jetën e njeriu. E kuptoj shumë mirë pozicionin që u vure më herët. Seriozisht intervista më e vështirë në jetën time. Mos harrojmë që mënyra se si ka ndodhur edhe pjesa e vrasjes është një nga humbje e dhunshme quhet. Dhunë, me thënë një farë mënyre ku ti nuk e pret atë humbje edhe të kalon në shok, në mënyrë ku ti ballafaqohesh dhe ngel nuk e pranon që ka humbur, edhe është goditës që në fillim ai moment. Pastaj unë diçka që kuptova nga rasti i Florinës është edhe që ajo është kapur shumë mbas nevojës për drejtësi. Edhe kjo është një nga elementet shumë të rëndësishëm për ta përballuar pjesën e humbjes edhe të dhimbjes që të shkakton humbja dhe Zia. Të kapesh mbas asaj që të vendosësh drejtësinë dhe ti gjen një lloj shpëtimi për ta përballuar. Veç kësaj kapja edhe pjesën e krijimtarisë. Krijimtaria është një nga elementet më të rëndësishëm për ta superuar ose procesuar dhe përdorur dhimbjen. Edhe më vjen mirë që po e çon te kjo pjesë. Ishte jashtëzakonshme ajo që po bënte. Jashtëzakonshme dhe kurse mua më bëri përshtypje shumë dhe më la shumë bresa ishte fakti që ajo pa djalin tjetër, më pëlqeu shumë që e përmendte gjithkohës djalin tjetër, sepse ka shumë histori nënash, dhe këtë e di nga miq të mit që kanë humbur një motër ose vëlla dhe janë ndier të përjashtuar.
Se në jetë ose fokusohen kanë pasur të smur motor ose vlla dhe janë dirë sepse janë fokusuar, por fakti që ajo e përmendte gjithkohës të djalin tjetër dhe tha që ka i përmirësim të dukshëm. Pra fakti që ajo shite një dritë në anën tjetër edhe ishte fantastike. Po. Ishte tamam leksion. Është edhe aftësia e njeriut për të përballuar situata të tilla. Ne nuk e gjykojmë asnjëherë mënyrën se si përballohet një humbje, asnjëherë duhet ta kemi parasysh të gjithë që kur kalohet një humbje secili ka mënyrat tona të përballimit. Por e gjykojmë fatkeqësisht. Gjykohet edhe është shumë e dhimbshme edhe kjo. Po më vjen mirë që nuk i ka ikur fokusi nga ajo përgjegjësia si nën, edhe e ka parë edhe djalin e saj gjatë kësaj kohe dhe përmirësimi nuk ka ardhur rastësisht, është sepse është rritur dhe vëzhgimi ndaj fëmijës më shumë, kujdesi më shumë, nuk e pyetëm, a është ajo pjesa e frikës se mund të ndosë, ndonjëherë frika përgjithsohet, kalon dhe në situata të tjera, por është një mënyrë, domethënë më habiti pak, mënyra se si e ka procesuar gjithë këtë moment. Është në proces, por deri tani është për tu falendëruar që e ndau këtë. Po, është neve ndoshta jemi mësuar me të shohim ose mama që kanë humbur fare, por kjo ishte vërtet frymëzuese,